Komisariati i Policisë Sarandë ka arrestuar shtetasin Arben Berbibaj, 32 vjeç. Berbibaj është me banim në Borsh. Berbibaj ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet e drejtësisë italiane. Ai kërkoi për veprën penale grabitje me armë dhe për veprën penale vjedhje me dhunë. Për Berbibaj, autoritetet italiane kishin lëshuar një urdhër arresti ndërkombëtar. Materialet procedurale për Berbibajn ju referuan prokurorisë. Në qytetin e Sarandës janë zbuluar municione luftarake në një banesë të braktisur në lagjen numër 2 të qytetit. Municionet që përfshinin 4 granata dhe 7 ndezës granate u gjetën nga forcat policore rreth orës 10 të së mërkurës. Personat përgjegjës ende nuk janë identifikuar, ndërkohë që policia po punon për zbardhjen e ngjarjes. Shtabi kombëtar i emergjencave ka njoftuar se në mesditë priten rreshje të forta të shiut si dhe stuhi në të gjithë vendin. Në njoftim thuhet se janë përgatitur dhe janë në gjendje gatishmërie të gjitha shtabet e emergjencave për të përballuar situatën që mund të krijohet. Në zonat bregdetare do të ketë stuhi të fuqishme dhe dallë nga 7 deri në 8 ballë. Në bazë të parashikimit të Qendrës Evropiane të Përmbytjeve me qendër në Slovaki dhe të konfirmuar nga Instituti i Gjeoshkencës, rezulton se nga mëngjesi i datës 5/3/2015 deri në datë 6/3/2015 pritet të ketë rreshje të dëndura shiu mbi vendin tonë. Sasia më e madhe e rreshjeve parashikohet të regjistrohet në intervalin kohor 12:00 deri në 16:00 të datës 5 mars. Kjo situatë do të shoqërohet me erë të vrullshme, ku her pas here do të fitojë intensitet deri në 25 metra për sekond, kryesisht në zonat bregdetare ku do të shoqërohet me valezim të forcës 7 dhe 8 ballë në det të hapur, me lartësi vale deri në 7 metra. Ndërkohë, janë njoftuar prefektët në të gjitha qarqet e vendit që të mbajnë në gatishmëri shtabet e emergjencave civile, të sigurojnë gatishmërinë e kapaciteteve njerëzore dhe teknike si dhe të marrin masa mbrojtëse për objekte dhe banesat në afërsi të lumenjve dhe vendeve të tjera me rrezikshmëri të lartë për mbytjeje. Prej disa ditësh në zyrën e qendrës kombëtare të regjistrimeve në Sarandë kanë nisur të mbahet rallë për të bërë regjistrimin e bizneseve të tyre. Pamjet e APT News tregojnë rallën e madhe të njerëzve që presin çdo ditë të mbarojnë procedurat në këto zyra. Subjektet të cilat janë detyruar të regjistrojnë biznesin e tyre pranë kësaj qendre shprehen se është e pamundur të gjesh një numër për të përfunduar punën. Pas ankesës së qytetarëve, QKR ka nxjerrë një njoftim në të cilin sqaron se ka fluks të madh të kërkesave për aplikim për përditësimin e kodeve ekonomike dhe adresave kryesore sekondare të bizneseve dhe për këtë ka vendosur që të shtyjë afatin deri në datën 1 prill të vitit 2015. Grupi polifonik Zëri Bilbilit pritet të përfaqësojë Sarandën në festivalin folklorik kombëtar të Gjirokastrës. Grupi polifonik Zëri Bilbilit në datën 27 shkurt u paraqit në Vlorë për fazën e 2 të konkurimit për pjesëmarrje në festivalin folklorik të Gjirokastrës. Zëri Bilbilit u paraqit me këngën polifonike të titulluar Moj Kalaja mbi Sarandë. Njëkohësisht me grupin Zëri Bilbilit u paraqit edhe grupi polifonik i Qendrës Kulturore të Fëmijëve Sarandë. Grupi i fëmijëve filloi konkurimin me vadhen burrërore labe dhe një këngë polifonike me titull O flamuri kuq me shkap. Paraqitja dinjitoze të 2 grupeve nga juria u vlerësua pozitivisht. Gjithsej në konkurim për qarkun e Vlorës ishin 37 grupe. Juria vendosi që në garë të jenë vetëm 12 grupe. Zëri Bilbili dhe grupi polifonik i Qendrës Kulturore të Fëmijëve janë përzgjedhur nga juria në 12-çe. Në ditët në vijim pritet që juria të marrë edhe vendimin përfundimtar se cilat grupe do të përfaqësojnë qarkun e Vlorës në festivalin folklorik të Gjirokastrës. Butrindi dhe Dinamo kanë ndarë nga një pikë në takimin e dieshëm. Sarandiotët kanë lënë 2 pikë mjaft të harta në shtëpi, duke humbur një shans për Kreun. Nga ana tjetër, Dinamo u drejtua nga numri 2 i kësaj pankine u paraqit dinjitoze në mbrojtje duke mos lejuar prekjen e rjetës deri në fund.
Takimi nis me presionin e vendasve ku në minutën e 8 Mustafaj fiton faull në hyrje të zonës. Meçani nga goditja e dënimit gjuan por topi përfundon mbi traun e portës. Kundër përgjigjen Dinamovitët në minutën e 16 kur Tragaj del në pozicion të volitshëm, por gjuan keq. Pas kësaj loja zhvendoset në mesfush, ku të dyja skuadrat gabojnë shumë pasime. Në minutën e 24, Gjuvani në një aksion personal merr krahun e majt. Kroson në zonë, atyra Boshta gjuan me kokë por jashtë. Në minutën e 37, Sarandiotët rrezikojnë sërish. Meçani kroson në zonë, Hepaj gjuan me kokë por topi devijohet në këndore. Janë minuta që flasin për Sarandiotët kur në një tjetër rast Enrico Papa godet transversën, por pa sukses. Në minutën e 44, sërish Papa bëhet protagonist, deli vetëm përballë portierit, por topi përfundon jashtë. Fraksioni i dytë fillon me një gjuajtje të Boštës, por pa sukses. Në minutën e 57, Sarandiotët rrezikojnë me anë të Epajt, por gjuajtja e tij grushtohet nga Kotori. Gjuvani në minutën e 75 i ngec topin në këmbë të pika e penaltis, vonohet dhe humbet një rast të artë. Dinamovitët përgjigjen me Almuçën, i cili gjuan nga distanca por pret Haxho. Feraj nga goditja e këndit gjuan direkt në port, por portieri Butrindit i vëmendshëm grushton. Në minutën e 38, Rugji pason në qendër tek Kostaq Papa, i cili gjuan fort fluturimthi, por Sarandiotët sërish nuk e gjejnë dot rrugën e golit. Në minutën e 88, Dinamo nga goditja standarde rrezikon, por shkalla nuk arrin ta devijojë topin. Nuk ka me histori, Butrindi dhe Dinamo nuk shkojnë më shumë se sa barazimi i bardhë, pavarësisht rasteve të shumta që krijuan.